Apo rikthehet kafeneja jon. Kokoqe, shko thuj, më tha na ime me thon, tha thuj, tha, më tha me thon, tha, e tha shtat. Shko vlo, veç shko thuj, thon, Vetëm një foto e publikuar nga kasti i serialit Kafeneja jon ka ngjallur shumë reagime. Apo rikthehet vallë seriali shumë i dashur për publikun. Apo rikthehet seriali që dikur i bashkonte familjet çdo mbrëmje. Një foto e vetme ngjalli shumë nostalgji. Producenti i serialit vendor Kafeneja jon, Shkumbin Istrefi dhe aktorët Fatos Kryeziu e Teuta Krasniqi kanë publikuar një foto së bashku ku shkruan Kafeneja jon. Përveç fotografisë, lajmin e ka konfirmuar edhe vet aktoria Teuta Krasniqi, e cila për publikun ka thënë se po vjen një befasi e vogël. A është ky momenti i rikthimit të Kafeneja jon? Mbetet me u pa në vazhdim, por një gjë është shumë e sigurt, publiku mezi po pret. Tash pyetja që po bën gjithë rrjeti është vetëm një, apo kthehet Kafeneja jon? Nëse ndodh kjo, duket se mbrëmjet tona do të kemë përsëri shumë buzëqeshje, e kujtime nga humori i vjetër shqiptar. Posh, zotën vesh një foto për Facebook të bujmë qështu shqiptar.